Zemrën e trojeve Dardane e përbën Kosova. Diku në perëndim të saj gjendet fshati Morin. Ky fshat në antikitet i përkiste Dardanis. Fshati Morin ka një pozitë të theksuar gjeografike dhe qafa e Morinës është pika e fundit që e ndan malsinë e Gjakovës me Kosovën. Në fakt, Morina është e bukur, kodra të larta ngrihen sipër saj si kuror, që zbresin si në lakore dhe formojnë qafën e Morinës, që në sfond tretet diku në majën e hekurave dhe bjeshkën e Shkelzenit, mbi Kolgecaj e Tropoj. Pozita e tillë gjeografike bëri që ky emër të jetë lakuar gjatë historisë. Aty ishin thyer ushtri të fuqishme, si ajo turke, serbe apo malazeze. Banorët e kësaj ane përherë bën rezistencë stoike ndaj të huajve, por kur nuk do t'u shkonte mendja që në fund të shekullit të kaluar, bijtë e këtij trualli, një familje e kësaj pjese të Kosovës, së bashku me shumë të tjera, do të trokasin në qendrën e vendosjes së politikës botërore në Washingtonin e largët për t'i dalë zot trojeve të tyre. Ishte kjo familja Osmani, konkretisht Osman, Hasan dhe Esat Osmani. Është e njohur se në të gjitha vzgripet e mëdha të historisë, sidomos që nga luftërat për shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë më 1912 e deri te çlirimi i Kosovës më 1999, njëra nga shtyllat kryesore të këtyre veprimtarive atdhetare ishte edhe mërgata shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mr. Milosevic wanted to keep control of Kosovo by getting rid of all of you. And we said no. Ja si u shpreh presidenti Clinton në rektoratin e Universitetit të Prishtinës. And on the little street I live in, my Dhe në rrugën e vogël ku jam, fëqiu im, zotëri Osmani, ja aty tek I është. normally sing at home. Zakonisht e shoh në shtëpi. He doesn't thank me. He tells me I should be Ai doing more for nuk you. më falënderohet. Ai thotë që unë duhet të bëj më shumë për ju. Ata nuk e mohuan dhe nuk e haruan kur origjinën nga vinin. Përkundrazi, në çdo moment të jetës së tyre, familja e Osmanit dhe Osmani dhe miqtë e tyre, në çdo moment, në çdo çast, me të gjitha mjetet, me të gjitha mënyrat, janë përpjekur të ndihmojnë shqiptarët në të gjitha trojet shqiptare dhe të ndihmojnë çështjen shqiptare. Po, kush është familja Osmani? Cilët janë vëllezërit Osmani? Familja Osmani vjen nga fshati Morin, nga shtëpia e madhe apo si quhej ndryshe shtëpia e Hoxhës së Morinës. Ishte shtëpi e madhe dhe derë fisnike. Në për të gjitha periudhat historike të jetës së saj, kjo familje kishte pasur njerëz të përkushtuar atdheut, të ditur, të shkolluar, por edhe pleqnar, udhëheqës të familjes që kishin zgjedhur rrugën për të ekzistuar me nder dhe me dinjitet. Këto është fshati Morinës ku unë linda. Kom kujtime shumë gjona dhe s'muj t'i harroj kur këto vende, këto treva kësaj ditë. Këtu kem vujt shumë se kem okon pik e kufinit, shumë e rrezikshme. Shumë gjona tjera më kujtohet kur aradat partizane e kalun mas pari pe malsien në tokën kosovare. Tu ma poshtë i shtëpia jonë, i shtëpi e madhe dhe dulen 2000 ushtar partizan. Po udhëheqësat e tyre erdhën dhomë në sob pritjes tonë, në sob burrave. Aty i shkon Miladin Popovici, Fadili, edhe udhëheqësat që janë atëherë, edhe janë nalë me dreku aty, me hongër drek. Një katonari joni aty thot agjata herë, thot që kjo është Fadil Hoxha. Thot atje Fadil Hoxha thot po, thot Kosova të kofë për hajrë, se e morë. Thot po ju kisha lut me u pas hatrin, se këtu në kufi e kem pas një Cërnagor, si o kon komandant i kufirit, e na ka mundu të torturu shumë, e i ka shkatru shqiptarët shumë, e pava në radha me juve.
thot jo agja ta herë, bo s'ki derë se do të kem kujdes edhe të mikëshyrim sa ma mirë, të trajtojmë sa që mirë. Ma vonë, do më mas i filloj shteti mu formua, ata i qunë 2 policë me morë agjen tam, Tahirin, për bisedë që e boni atëherë, me qunë burg në Gjakov. Po kur erdhen me mora një uk me meti i Stublës, ish policë i atëherit, me një policë tjetër, erdhen me mora i thot agja Tahir, a ja ki bes komve tua? Thot jo uk, unë nuk du t'i lo 50 antarë të familjes mu i matretu këtu. Thot unë do të shkoj edhe u dërzu me shku në burg. Ku ish edhe Ali Baraktori edhe paria e Dugazhinit, agja të tregoj këse ka hongën dark me Ali Baraktori në ndjerë. Por natën e dytë, e njeu kur i ranë që kish krye, kur ka bo off, se e mytën me që kish. Po agja pat fat, ne kem pas një mik, u qujte Bazdun Luzha. Dhe aje ndimoj mes me mytë. Jeta në brezin kufitar ishte e vështirë. Unë jem konë shumë i vogël, 4-5 vjeqarë, kur u mshel kufini, edhe na jem konë shpje modhe, delshim një bjeshku u thirë këtë ringlima. Rastësisht, na i kishim baktit atje edhe na meten për të kufinit. Kujtohet i kom një agjallarët ata bisedojshin se kanë marrë leje speciale për mu këthin në lindje, mu këthin në fratin tonë. Ngjarjet që janë zhvilluar në Kosovë nga viti 45 së këndej deri me rënien e Rankovicit me 1966 janë aq tragjike sa që ky si fëmijë sheh trupa shqiptarësh në një natë dimni të lidhur për pemësh, të deshur lakuriq, të torturuar e tjera, dhe kjo skenë ati nuk e shtequr kur nga kujtesa. Vitit e 56 më kujtohet, ishim ty shku në Gramaqel të Domiq me një agjë, po kur kalum në Hereq të stacioni policisë në Hereq, ish një bashkë afër stacioni policisë dhe në çdo kumull që ish bashkë me kumlla i kishin lidh ka një person ty matretue, ty torturue me torturat më të vështira të mo. E bora ish gati 1 metër borish. Diku në vitet 60 të shekullit të kaluar, shtëpia e madhe u nda në 3 hise. Pas ndamjes barra e punës, ra mbi Osmanin. Babaj ti nuk ishte i punës, ishte një alim i madh, ishte një burr i madh, xhaxhajn pashtu kishte më të moshuar, edhe xhaxhajn tjetër kishte të moshuar, kështu që ky si i ri e mori punën vetë në këtë tokë që është shumë e vështirë për ta punuar, sepse është ma gurore. Por ajo që duhet ta theksoj ishte më i shkafti, ishte më energjiki, ishte më ambiciozi, nuk dorëzohej pavarësisht çfarë do punë që bëhej në atë kohë në punët e fshatit. Me kohë valet e hodhen dhe u shpërngulen në Gjakov. Vazhdovan në gjimnazin Hajdar Dushi në Gjakov. Masa dhe kushtet mu afritën se çështja ekonomike ishte rënd, u detyrova me hedhën në shkollë tekstilit që ti nguadrohem në punë, se të kem mjete financiare për jetesë. Mas ne atër ika në Shtetet Bashkuara të Amerikës, vitin 1968 u largova në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jemi shpërngull për këtu, kur kom qenë 11 vjeçar. Do me thonë, 4 vitet e shkollës fillore i kom kryen marinë. Kujtohen shumë mirë, ishim një grup prej 7 fëmijëve njëjtës gjeneratë që shkojshim prej shtëpisë jonë në shkollë. Edhe anën e randë sajnë e të asaj jete, me qenë se ishte me të vërtet një jetë pak e vështirë sa do si qoftë, por prap i kemi ato kujtime të lezetshme, disi rrojti prap që janë këtu. I paraftyroj të vjetrit, i paraftyroj fëmijën nin, i paraftyroj gjitha, me gjithë se veni tash ka ndryshue, kishim bashkë, kishim
molla, dardha, vresht i ka qenë këtu. Arat e Misrit janë konë, gjitha këto livadë që duken ta që janë konë arat Misrit. Rojt familjare i kemi prej këtu ujtë edhe gjithmonë çdo t'i harrojmë. Çdo herë që vim vizit, vim këtu. Varret i kemi këtu, i kemi pru dhe fëmijët tanë, kështu që jemi të lidhën gjithmonë me këtë vend. Për mua është me gjithë se më ka shumë pak këtu me jetu në fshatin Morin, se kom qenë shumë i vogël, e paraftoj ato gjonat e vjeta, bukurit e vjeta, gjonat e gjithë, bili kur të ve këtu, gjonë e parë si kur të vinë Kosovë, si e bëj marë bashkëshortën e fëmin, se me gjithë se të gjithë kanë linda atje, vinë Morin për me të regu ku kom lindu në, ku ka lind baba jem, gjyshet e mi e gjithë. Po është diçka për ta vinë, fillojnë me ngajtë këtu, shkojnë të Kroni që ka bo vllav Osmani. Ka qenë një familje shumë e madhe, ata kanë frekuentu këtu sidomos prej Shqipërisë, se kem shumë afër këtu. Musafir për çdo nat ka pas këtu në shtëpinë tonë. Si nga Shqipëria ashtu edhe prej Gjakovë këtu ka qenë si fare qendre. Si ka thonë shtëpia Hojës Morinës. 3 herë thojnë që unë se kom mri, si na ka djegë edhe shtëpi tona, se tash gati asgjë s'ka prej originalitetit që ka qenë shtëpia me gure, 3 kachë, e ku tash ato nuk ekzistojnë fare se veç janë rënuar. Osmanët vendosën të zhvendoseshin në Amerikë. I pari u nis Osmani, kurse 3 vjet më vonë edhe antarët e tjerë të familjes, përfshirë nënën dhe motrën. Ardhja e familjes Osmani nuk u bë nëpërmjet rrugëve dhe korridoreve ilegale të asaj kohe. Osmani fillimisht shkoi në Itali. Atje dikush duhej garantuar për ta marrë vizën. Për Osmanin kjo nuk që problem, nga se kohë më parë atje tashmë ishte vendosur një familje e njohur e malësisë së Gjakovës, familja Mulosmani, me të cilën familja Osmani kishte miqësi të kahershme, dhe vajza e Hysen Mulosmanit ishte e fejuara e Osmanit. Me ndihmën e miqve Mulosmani dhe pas një qëndrimi jo të gjatë në Itali, Osmani i rregullon dokumentet e udhëtimit për në tokën e premtuar, siç e kishin quajtur mërgjimtarët e parë shqiptar tokën e Amerikës. Shumë miqë e shqiptarëve i kom gjetë, shqiptarët e Shqipërisë Jugut, shqiptarët e vjetër, ministra, qytetarë në kota me zogët që janë konë, s'ka pas, Kosovarë konë vetëm Gjafërdjeva, Mehmet Agra Shkoci. Gjafërdjeva kom qenë një kongres, kur e kam muat kongresin Gjafërdjeva, mos e kom pa vetë qatë kongres. Me tagën kom kalu shumë vjetë me ta. Unë e kom qu me tagën në spital në Long Island. Doktor Ritina konë një doktor pej Shqipënie, doktor Kopreska. Ata janë konë shumë vjetë si kanë jetu aty, edhe kur osmu me tagë e ka pas mik. Edhe tha Asman tha bima sa e punejken në spital në Long Island. Edhe aty ka deki i shreti, i njëri. Osmani ka pas shumë kontakte me migracionin e vjetër, për shembull ka njoft Abbas Kupin, e ka njoft Hysen Beg Prishtinën, e ka njoft Mehmet Agra Shkocin, Qazim Emrën nga Gjakova, kapetan Qazim Emrën, Gjafër Devën, Mrekin Lek, Can Hysen Muslimul Osmani ka qenë i afërt i shtëpisë me ta. Pas ardhjes në SBA, Osmani kishte bërë përpjekje të mëdha për të siguruar punë në mënyrë që të krijonte kushte dhe mundësi për ta marrë edhe pjesën tjetër të familjes. Familja e mbetur në Kosovë zgjodhi rrugë tjetër për të mbërritur në Amerikë. Hasani, i cili pasaj kishte kryer gjimnazin në Gjakovë, dhe Esati, që i ndërpreu mësimet në medresen e mesme Alaudin në Prishtinë, u bën bashkë me nënën Sabrije dhe motrën e vogël Farie dhe u nisën përtej Atlantikut nga Austria. Disa muaj më vonë, pasi i la të rregulluara çështjet rreth shtëpisë në Gjakovë, së bashku me bashkëshorten edhe vëllai Hysniu nisët në mërgim. Pas shkrimit gjimnazit në vitin 73, kem kaluar në Austri, ku kem qëndruar parafërsisht një 8 muaj, prej gushtit që kom rrione në
16 gusht 73 deri me 25 prill 74. 25 prill kem lënë Austrinë edhe kemi rrinë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kam arrit në New York për herë të parë. Isha 16 vjeçar, mua aty e pata ndërkohë shkollën e cilën më isha duke shku në medreze në vitin e tretë. Kur kom këtu, mas një kohë të shkurt, kom filluar, si me gjëse isha i ri, kom filluar për më u shkolluar. Për shkollën e mesme, kom kryer në SHVA. Mandej, me korespondencë, jam regjistruar në Fakultetin Filozofik në Prishtinë. Ishte një gjë e re për mua, sa është e re, ishte edhe aq e vështirë. Punën e para kam filluar në Manhattan, 23 rrugë në 3 avenue, të një firmë gjermane e cila bëjke trema, që ju thojmë, fotografi për shpallje e tjera. Aty kom punu pavarësisht një muj ditë. Prej aty kam kaluar në restoran. Prej restoranit për 2 vjet e para kemi bë punë ndryshme në hotele, në restoran, edhe punë fizike në disa raste. Tashmë të Bashkuar sërish vendosen në Ossining të New Yorkut. Familja e Gjero Osmanove po rritej, të gjithë vëllezërit krijuan familje, ndërkohë që hallkat e familjes i mbante nëna Sabrie, zonja e shtëpisë dhe edukatorja e mbesave dhe nipave. Familja Osmani kishte ruajtur tiparet që karakterizonin traditën, bujarin dhe mikpritjen. Nëna Sabrie ishte ajo që kujdesej për njerëzit që ndihmoheshin nga familja, për ta mundur varfërinë apo edhe sëmundjen. Gjatë qëndrimit tim, atje kam pasur rastin që njërsha me ta edhe në një aspekt tjetër, në aspektin e punës së tyre humanitare që bënin për njerëzit tanë. Më kujtohet kur në New York kishte ardhur një vajzë që kishte probleme me shikimin dhe erdhi për të kërkuar shërim në Amerikë dhe ishin pikërisht vëllezërit Osmani që i ndihmuan, dhe jo vetëm sa i përket qëndrimit të asaj vajze të vogël, por edhe sa i përket shpenzimeve që kishte në spitale në trajtimin e saj. Kanë ndihmu shumë çështjen e Kosovës, çështjen e shqiptarizmit, por prej atyne kanë ndihmu edhe shumë njerëzit në Amerikë, si kanë ardhur tash gati 50 vite këto. Osmani u ka gjetë punë, i ka gjetë banesa, u kanë ndihmu me të holla, u kanë ndihmu me ardhur në Amerikë, u kanë ndihmu gjithë ato. Edhe vllazërit e tij në proces. Fal punës së mundimshme dhe të përkushtuar, vëllezërit Osmani ja kishin dalë ta themelonin kompaninë e tyre Pashtrek Real Estate, të cilën e udhëhiqnin vëllezërit e mëdhenj, Osmani dhe Hysniu, ndërkohë që Hasani dhe Esati e vazhdonin punën në aeroportin John F. Kennedy në New York. Dhe nuk mbetën aty për shkak të pagës, por për shkak të mundësisë së jashtëzakonshme për të ndihmuar bashkëkombësit që udhtonin nëpërmjet aeroportit, si dhe për të mbajtur kontakte me të gjithë, duke ndihmuar dhe sensibilizuar çështjen e Kosovës. Patën rastin të prisnin e të përcjellnin shumë shqiptar që shkonin në vende të ndryshme të botës, qoftë në punë, në shërbime diplomatike, qoftë në kërkim të një jete më të mirë në Amerikë. Kishte nga ata që edhe kur i kishin të rezervuara vendosjen dhe të tjerat që e pranonin ftesën e familjes Osmani, nga se aty e ndjenin veten si në shtëpi. E kam hub avionin, kam qenë student në Meksik, kam jetu me familje atëherë, edhe vonohet avioni Meksik, New York, e duaj me shku New York, Beograd, mandej me vazhdu për Prishtinë. Vanohet aeroplani, edhe unë me prit, natyrisht, u drejtova ka zyret e jatit, edhe kur për befasi po i shoh vllazërit Osmanit, të cilët vjenin prej tyne e Satin, për të cilët baba jemi ndjerë, më patë folë se ata e kam pas prit babën, edhe baba ka qenë i befasuar shqiptarët në New York që i gjindën.
edhe ju ka pas dalë zani natyrisht, sepse ku kishte shqiptar, udhëtar prej New Yorkut në Beograd, a Zagreb, ata do gjishat aty. Unë i thashi, jom vonu, e sati e lajmëroj Hasanin. Hasani ishte kryesori në pultin e jatit aso kohë, mori me vete, edhe Hasani me qëtësin që e ka të falën prej Zotit. Tha, mos u mërzit, jenë kujdesin tonë, e gjejmë avionin, po thash, po e mos më gjetë avionin, tha, ajo gajla ma e vogël, mos më gjetë avionin, vjen të na plan edhe këqyri mësën e... Pam se çfarë njerëz arrogante në atë kohë ishin nga kontorët e jatin në, që ishin gjithë serb. Aty lindi ideja me këshyrë për më fundësue, për më ndihmë shqiptarëve përgjithësi. Në fillim 77, 8, se të thojmë 80, të vonë, gjithë udhëtarët që vishin nga Kosova, nga trojët shqiptare, pak a shumë ishin të moqen, një moshë vjetëre, të pa dalën, pa gjuhë, pa drejtime. Kështu që u do kontinuoj, kishte raste që s'kishin as adresat, s'kishin as numrat e telefoneve të afërmit, kështu që u do keme që mënyra ti siguresh edhe ti drejtojsh. U do keme ndihmue prej një ndërtesa tjera, ku mershin aeroplana tjera dhe për ka 1 orë, 2 orë, 3 orë, për me shku të afërmit e tyne, kështu që u do kemi përcjell derisa hyshin në aeroplanin tjetër, për shembull për Detroit, ose për Chicago, ose për Cleveland. Kështu që kemi pas shumë një rast. Kemi pas raste që në shumë, disa heri kom e marrë me kartemin në të shtetet të afër, se ishin në New Jersey, në Connecticut, dhe i kom qute të afrit, se babën, ose nanën, ose ullanë. Kemi edhe rastin tjetër, vizitin e funit presidenti Rugova, i cili vind të njëjtin ditë që bike edhe presidenti Isiovici. Me qenë se acarimet edhe situata e cila ke keqësuar në Kosovë, misioni Jugoslav dhe konzulata fillon të na blokojnë, sidomos mua në aeroport, për protokollin e kryetarëve edhe delegacione shtetënore kur vishin, se s'kishin më besim të na. Me qenë se nuk më informuan, protokollin e jatit e mora asigurova për aeroplanin e Deltës me cilën vike kryetari Rugova. Kështu që e sati me protokoll e kanë prit Rugovën dhe Sajovici, ka prit mas e 1 orë për protokollin tjetër, se kur e ponë që qka në gjallë erdhen në misioni Jugoslav të une, e tha, Hasan, kështu të gjenja, thash po, ju, mu së kini lajmu me ko, për fatë keq, tash duhet të priti sa të organizohet protokolli për kryetar. Një prej sakrificëve si unë di si vllazit Osmani kanë bo, në fund të vitit 70, kanë punue për jatin. Tash e shikon, ka qenë Jugoslavia si ka qenë. Por kanë po një sakrificë në atë kohë, ku të ardhët nuk kanë qenë mjaftueshme, por kanë kryer një servis komunitetit tonë, si kanë votu andaj edhe kënej. Ibrahim Rugov si ka bon këtë pyetje. Jem pa punojmë në aerodrom, a është ashti skandaloza, ja ta ndërprejnë punën, Ibrahim i tha ruse boni atë. Që aty vinë shqiptarët e ka nevoj më një mutë. Tha, unë kom dhe një, dhe një thash vetë Ibrahim Rugovës. Këta, që që një mojnë shqiptarëve aty, sa se më pas nevoj, të të këtën në rrugë dalin, të të jazojnë taksi nuk dalin, se vishin gjinja pa gjumë, vishin kuku, frigumë që kur më konë ka hinë deti, apo kupton. Të këtën e shtishin taksi, kanë dosi, kanë prunë, të këtën e New York, tunë, bronë, se kur mora dromi. Kanë dosi në shpit veti kanë qu. E pa dit, pa kushjen e të ata. Familjen Osmani kom pasur rastin të njo për një kohë shumë të gjatë. Në mesin e diasporës sonë, ata këshin kryuar një emër dhe ishin shndruar në një farë mënyrë në një familje emblematike
që kishte bërë shumë për Kosovën dhe për njerëzit tonë që vinin apo që jetonin në Amerikë. Mikpritjen dhe fisnikrin e tyre e kisha provuar edhe vetë në familjet e tyre, ku gjithmonë me prisnin krahapur edhe me një mirëseardhje të jashtëzakonshme. Osmanët e jetuan jetën duke e përqafuar bindjen se asgjë nuk ka vlerë për ta, po që se nuk ndihmohet dhe çlirohet Kosova. Me themelimin e sindikatës u inicu edhe një solidaritet i gjithëmbarshëm, ku kishte shqiptar përpiqeshin me ndihmu. Familja Osmani mblodhi një shumë të konsiderueshme të hollash, të cilat natyrisht nuk u insistua atëherë që mos t'jenë të holla që jepën, po t'jenë mallë, dhe ato të holla erdhi Esati, edhe me Abdullahun shkum në sindikatat e Rami Sadikos dhe ju dorëzuan një kontingjent i madh i miellit, i vajit, i sheqerit, të cilat u shpërndan me njerë natyrisht në sindikatën e Rami Sadikut. Për punëtorët e papunë të Kosovës, arritën ndihma të konsiderueshme materiale nga bashkëdhetarët tanë në Amerikë, 22 ton e 900 kg miell, 150 litra vaj dhe 210 kg detergjent, të cilat ju shpërndan ish punëtorëve të kombinatit ndërtimor Rami Sadiku, atyre të fabrikës së tubave, fabrikës së pompave me piston dhe punëtorëve të ndërmarrjes shoqërore ndërtimore Trajko Gërković të Ferizajt. Dhe ata kemi qenë ndihmat, për shembull, kanë qenë ndihmat familjes. E thuhet shpesh se njeriu kur e bën një punë me zemër, me dëshirë dhe vullnet, e shkon edhe puna mbar. Çdo gjon, çdo ndihmë dhe çdo porosi që kanë pas, kanë ra në duar të sigurta. Një kushërin i afërt e tyre para Abdullah Omar vetëm poshtë punët e tjera me ekspeditimin e ndihmave që i kanë çu këta. Qoftë familjeve të ndryshme, të shumta, të varfër që kishin nxjerrë për punë dhe ishte aksioni familja mban familjen, qoftë me minatorët e Trepçes apo rastet individuale. Jeta në Kosovën e pushtuar nga regjimi i Serbisë së Miloševićit ishte shumë e rëndë. Metodat e represionit serb kishin për qëllim jo vetëm gjunjëzimin e popullit shqiptar të Kosovës, por edhe zbrazjen e saj për ta ndryshuar strukturën etnike. Dërgimi i ndihmave nuk ishte vetëm ngadhnimi mbi urinë, por ishte edhe një porosi shumë e fuqishme që jepte shpresë. Shqiptarët e Kosovës nuk ishin vetëm. E kishin pas mërgatën e fuqishme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e nëpërmjet saj edhe përkrahjen e shtetit më të fuqishëm në botë që nuk do të lejonte zhdukjen e Kosovës shqiptare. Lufta në Bosnjë zhvillohej me të madhe. Vëllezërit Osmani e kishin kuptuar se atje kishte mbetur kameramani i radio-televizionit të Prishtinës, Sulejman Kllokoçi. Vendosën që t'i dalin në ndihmë e ta nxjerrin nga feri duke rregulluar dokumentacionin e kameramanit të akredituar nga Studio Victoria. Ojeni gjithmonë e vërteton të është ky lajm i sakt apo nuk është i sakt, që unë edhe jam bashkëpunëtor i vllazëve Osmani në televizion, e di si ata kanë telefonue në Amerikë për me vërtetue këtë lajm. Ai lajm u vërtetue që jam një lloj bashkëpunëtori i vllazëve Osmani, televizionit të parë shqiptar në botë, dhe masi u konfirmue, erdhë konfirmimi të unë në Sarajevë nëpërmes Kombeve të Bashkuara, që unë muj me lanë Sarajevën, dalë prej Sarajevës me atë letër të cilën ma dërgun ata. Ka qenë një gëzim shumë i madh kur më lajmëruan Kombet e Bashkuara se po e vërtetun këtë lajm që unë jam si pjesë e televizionit vllazëve Osmani. Një falënderim shumë i madh, shumë i madh për vllazëve Osmani për këtë ndihmën që ma kanë dhënë për largimin të tim të ditë të fundit të Sarajevës. Their commitment to freedom and democracy. That's Kosovo! We don't do it. We're not going to win, and we can't wait
because the door is Free Kosovo and do it now. Bota shqiptare kishte hyrë në vorbullën e ngjarjeve të mëdha dhe vendimtare për të ardhmen, dhe aty u gjendën edhe vëllezërit Osmani, të cilët pa asnjë ngurim do të përfshiheshin në çdo nisëm me interes për Kosovën, Shqipërinë dhe shqiptarët në Maqedoni. Kur flitet për një familje të mërgatës shqiptare në Amerikë, sidomos në vitet 90 të këndej, flitet në radhë parë edhe për veprimtarinë e madhe kombëtare të Ligës Shqiptare Amerikane, pjesë e cilëve ishte edhe familja Osmani, ngjashëm në të gjitha ngjarjet e mëdha historike të popullit shqiptar edhe në këtë fund shekullit 20 dhe në fillim shekullit 21, mërgata shqiptare në Amerikë bën njërën prej veprimtarive më kombëgulëse, më të organizuar në shërbim të çështjes kombëtare, në shërbim të lirisë së Kosovës, në shërbim të demokracisë së jetës në Shqipëri dhe në shërbim të përgatitjes së lëvizjes kombëtare në Maqedoni. Këto tri fronte ta quajmë kushtimisht të veprimtarisë së Ligës Shqiptare Amerikane kërkonin financime, kërkonin organizim. E gjitha këto bëshin edhe falë vëllezërve Osmani, të cilët nuk kanë kursyer asgjë. Këm nejtë një 4 dita, 5, edhe na kanë pritë shqiptarët e Maqedonisë, po aty patëm një fatë mirë, se Ministri i Punëve të Jashtëm, i quajtur Malevski, i shkon profesor këtu në Pecoveni, 7-8 vjetë, edhe dike, edhe ata ishin interesu me bo maradhonje me Amerikë. Edhe ajna na pranojnë zyret vetë, edhe tha, s'buzo kush më ju ka të doni një të lirë. Jem kon me Paul Weyrich, po kon një shoqni fetare, në mëshim kështu të qeshtën, si sujt. Dha një musë kur tha që na i da kartat me numër ti personal të shpista. Edhe na jem shku në për Maqedonisë, ta kanë vesh një herë, jem marrë manastirë, edhe jem ullë me hongër drek. Po ty hongër drek, kanë orë 2 jem 3. Pe emigracionit jashtë, po ishin konë në punime, ka një muajnë, me ja uqu dokumentacionet që me votu në do. Ka janë orë rrugës, i kanë orë 2 politë sabraqaju të ishme ata, e ja u kanë morë dokumenta. Ata erdhen në kalzun neve. Një shok Amerikanë që isha aty, një profesor i Kongresit, ta mos më ta qohëm, jo, kemë shku me postë, a i Malevski ka mos, përdo kur në mok ta, ata, kur jem shku aty, ishin konë sa bashkajt me kërë aty, kjo Amerikani muri që kine fotografi, që këta, me postë fakte. Që, kushin një tak, na morë, na arrestu, na qënë stacion policisë Manastir. Shku më atje, një 3 orë gjithë, gati 4, na kanë majtë aty, vishin herë një superior, herë një superior, me në edukuni, me në tonë, ata ta shubullashin me s'mu bo të incident zyrtar ku në Amerikës. Po, bra i theshin ju, në këta shqiptarë këtu e kanë drejtën, e kanë ekonominë e Maqedonisë, e kanë krejt, bra, këtë 4 orë, ka të ardhë drejt komanon të kryesori stacionit policisë, kur e kanë tira ardhë. Edhe, thot, edhe ajo më këtu, këj ka thonë, këj shokë jam Amerikanë që ishta. Ta zotni, a i tha, ta Maqedonë, shqiptarët janë para neve, këta kanë ekonominë, këta kanë fuqinë, këta kanë gjë qelirinë, e më kajdojnë me votuve, referendumin e krejt. Po këj Amerikani, këta, i tha zotni, ta mje shumë mirë, ta e dim, se ne jem në për qëtëri kandidat, ka mbishjujmë referendumin, ta po, një gjonë ke po, shka thot, që 4 dita 5 jem këtu, një tabull rrugëve shqip në të po. Edhe me qatë fjallë në ka thonë i një shirë e jem një rrugë më shku.
kur kemi mbrit Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sa ka aterrua aeroplani, ende pa dalë asnjë udhëtar, zoti Joseph Joe Diogardi ka hyrë në aeroplan, edhe marrë të parlant ka thirrë zotin Nevzat Halilit paratitet. Masi kam dalë për jashtë, aty më kam prit shumë njerëz. Në mesin atyre ka qenë edhe zotëri Osman Osmani, edhe shumë shqiptarë tjerë. Vitin 1992, ne kemi mbajtur referendumin tonë për autonomi politike dhe territoriale shqiptare në Majdoni. Pas 3 javë, zoti Tom Llantash, si kryetar i Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë, Kongresit Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kanë shkruajtur, unë e kam Congressional Document, me numër rendort, dokument kongresian ku thot in support of the autonomy for ethnic Albanians in Macedonia. Mos më japshin vizë. Emisionin e kishim ofër restorantit tonë, po puna me zhvesi ishin nacionalisht, asë më dëshin atë sërë. Ora mizalia, alo, po. Edhe një bit tha thire filonin, thire tha sa brigodën, që kisha po asë në i kur. A i shkone edhe republikan, edhe i thirin ati edhe më përgjesh. Një burë zotni, një plak, shumë i meshëm, shumë i dashun, dhe Osman tha, unë asë një, asë di, tha, po për bas fjallë dhe tha, a mund është me i në aeroplonit, po pa, ka problem. Tha, në rinë asë ta të dera aeroplonit, ta jam, hajde ti këtu, ta më s'kider, ta thyrë. Edhe që ashtu kemë bo, jem zhuj pa ty, Qali Berisha, sa brigoda, e zë majdojt e dera aeroplonit. Edhe nga kanë prit, ata jem dalë në publicitet për ta, për votime, për se anë kemë bo takime, edhe ata u ankun Berisha dhe edhe goda këta se s'kem mund qena, s'kem kjeve, ata të kjeve kishë pas Shqipnia, ata të dhejt, i bërshë zyrtarë të huj. Ata u anësën me do gazikat kineze, do ata vetë për ata, po këta tjerë të s'kishën. Edhe i kemë thonë na, analion, me pru na kjeve, me jau hek na shpenzimet, e me pru na kjeve, thot po, s'keni problem të. Në zgjedhjet e para në Shqipëri, Osman Osmani bashkë me Diogardin e me veprimtarë të tjerë, organizojnë mi 27 vetura e mjetet të tjera për të zhvilluar zgjedhjet e para demokratike në Shqipëri. Veprimtaria atyre e vëllezërve Osmani nuk është kufizuar vetëm në mbështetjen, lirin dhe financimin e ardhjes së lirisë në Kosovë, po dhe të ardhjes së demokracisë në Shqipëri. Edhe një lajm i fundit në ndihmë të fushatës së zgjedhjeve, erdhën disa ditë më parë edhe 60 makina të shqiptarëve nga Republika e Maqedonisë. Nismë kjo e realizuar nga bashkëdhetarët tanë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në drejtimin e zotit Osman Osmani. Roli i diasporës në zgjidhjen e çështjes Kosovës, por dhe në proceset demokratike në Shqipëri, ka qenë i jashtëzakonshëm. Osmani është në gjendje shumë, ka qenë në gjendje shumë të mirë ekonomike, por nuk është një miliarder. Por kontributi i Osmanit dhe i shumë bashkëdhetar, bashkomazve të Osmanit në Shtetet Bashkuara, ka qenë i jashtëzakonshëm fal përkushtimit tyre të madh. Osmani në këtë lojtari është nga më të parët që e ka zhvilluar në një miqësi të ngushtë me presidentin Rugova. Unë i majmen shumë mirë në lidhje të ngushta me Partinë Demokratike dhe me mua, duke shfrytzuar kontributet e tij në të gjitha organizatat shqiptare amerikane dhe pastaj lidhje direkte. Unë them se Osmani dhe familja e tij është një nga
ato që ka kontribue më shumë dhe faktikisht në tërësi këto zhvillime të mëdha të shqiptarëve të 30 vitet fundit në gjykimin tim do ishin krejtësisht pamundura pa kontributin e diasporës shqiptare në Shtetet Bashkuara, jo vetëm Shtetet Bashkuara, po kryesisht në Shtetet Bashkuara, në vende të tjera, e adhetarëve patriotëve të flakë si Osmani, familjes tij dhe eksponentëve të tjerë të rëndësishëm, njerëzve të shquar të diasporës. Në vitin 1991, pom një rrugtim për Shqipni, kryetari i Partisë Republikane Jack Beacon, nën kryetari i Partisë Republikane Eric Henderson, sekretarja Mary Catherine, e cila u vendos për 9 muaj në Shqipni, pe votimeve të para te dytën, se të parat hupen, si hupen, po u përgatitën për dytat. Atër na kur shkum Shqipni u dom në grupe. Bom takimet me Berishën, bom takimet me Godën, bom takime me Azem Majdarin, bom takime edhe me komunistat aty, se u duke me mor leje, me vazhdu, në dhanë drejt. Unë e më konë në veri, në bare mësër, që atë pjesë e këm pas me Eric Henderson. Në të dytën, në thirë Sali Berisha konë kryetar i Shqipnisë atër, në thirën Vlorë me festu festën e flamurit për 28 nëntor. Atë o konë edhe Vetuni, o konë edhe... Po, gjoja ma mirë ju borë gofë pritja zyrtare, si kryetar i shtetit. Një kryetar shqiptar, pepret një kryetar shqiptar, me ushtare, me tamon që shbohen ato pritjet. Atër kem shku, kem celebru në hotel, kem pas dark në pramjet, o konë Pjetër Arbnori, janë konë elit shumë e mirë. Na bon një pritjet bukur, o konë Kelmeni me në Kiben. Kam rastin të përshëndes e ka felimilojnë kryetarin tonë Sali Berishën, për që në bon një vizit, zyrtare të vim të festojnë të bashkë një festën më të madhe të pojë atë konditorë. Duhet t'i përmëtojmë se na do t'jep t'ishin punë ma parë, do t'vazhdojnë punojnë që t'i ndihmojnë potët shqiptarë ku do t'jenë, por pa më parasysh mrena ose jashtë atë dhellë. Osmani dhe babi u njohën për herë të parë në vitet e vështira, në vitet 92, në aeroport, në Shqipëri, si dy republikanë. Dhe jo çuditërisht do thoja, me njëherë lindi një miqësi e madhe midis tyre. Është ajo që e përshkruaj miqësi me shikim të parë, ndoshta. Patjetër që kjo miqësi i kishte lindja e kësaj miqësie të menjëhershme, e kishte rënjet patjetër në afërsitë, në karakterin, në temperamentin, në intelektin, që janë strumbullari në fakt i një miqësie. Por unë besoj fort që ishte diçka tjetër që i lidhi fort ata. Ishte pikërisht ajo ndjesia e thellë nga të dy ata për fjalën atë dhe më dhe, për këto dy fjalë të bukura në kuptimin më të thellë dhe më të gjerë të tyre. U përpoqën shumë Osmani, familja e tij dhe miqtë e tyre vitet e para të demokracisë në Shqipëri, që janë shumë shtytës, u përpoqën shumë që të nxisnin zhvillimin e demokracisë në Shqipëri, u përpoqën që të hapej ajo udhë për Shqipërinë në një plan të ri, në një orientim të ri për hyrje në hapësirën europiane dhe botërore të zhvillimit. Pra, i kemi ndjerë shumë gjithmonë, e mbaj mend shumë mirë fillimet që vinin grup dhe organizonim në të gjitha mjetet, me të gjitha mënyrat, ndihma në mënyrë që zhvillimi i demokracisë të ecte përpara. Është një detaj që ndoshta duket i parëndësishëm, po është shumë domethënës që
Teserat e para të Partisë Republikane janë realizuar, janë printuar pikërisht në Amerikë nga Osmani, familja e tij, miqtë e tij, një fillim i mbar. Dhe kujtoj mirë për herë të parë Osmani në shtëpinë tonë në vitet e para në fillimet e demokracisë si një njeri i gëzuar për ç'po ndodhte në Shqipëri. Kjo them është ajo e afërsia e tyre dhe miqësia që ata i lidhi shumë, pikërisht kjo shqiptaria. Të dy i deshën fort shqiptarët dhe shqiptarinë kudo në botë. Lufta kishte nisur të përhapej dhe tashmë nuk ishte si të ndalej. Në Morin kishin ra dëshmorët e parë. Unë jam i plagosur, fshatit Morin. Jam i plagosur të shkolla Morinës. Dy shokë më kanë ra, Mamet Ukshini e Shkëdhën Sylla. Edhe një shok më ka plagos, Abaz Hametaj. Na dytë nga shku për në Tiranë. Na kanë que prej Bramcorit me Lupten, na kanë que për spitalin ushtarak. Ata të partë, Osmani prej Amerikë na ka ardhë, na kanë ndihmuar. Dita. Që je e mirë. Po mirë. Krejt mirë. Valla ka pak. Ti, a je mirë? Valla me shnaj qështu ka pak. Shaj kipu, familje. Veta, valodhesh. Po mirë. Gëzim matë manë se a di si më kërë në Tiranë nuk e di. Spitalin ushtarak. Se unë më konë pa dhe di, më konë shumë. Se kom pas 3 plumë në gjykës. E nëjnë më konë shumë smutë. Po, ja. Që sa të moj manë, falim nësë për te si më kërë për Amerikë më këtë vizitu, së kërë një prind, së po di më gëzimat madhë. Dhuna serbe po përshkallëzonte duke shtyr popullatën larg vend banimeve. Në Tugagjin, gra, fëmijë e të moshuar ishin shtyr të mos hynin maleve në kërkim të shpëtimit në Shqipëri. Gjatë këtyne ditëve, në zyre u parasit Zoti Osman Osmani. Zoti Osman dhe ata që e përcesin i kishin njëjta brenga dhe një mërzit jashtëzakonshme për njerëz që kishin ardhur si refugjat në Shqipëri. Edhe pse dinin që po bëhet shumë për vendosjen, për ushqimin e tyne, për sigurimin me ushqim. Zoti Osmani konsideroi që nashta edhe familja e tij mund të ndihmojnë diçka dhe nuk u marru që i depozitun $10,000 të dedikume për refugjat kosovar që ishin vendos në teritorin e Shqipërisë atëherë.